Leonora Jakupi është një nga këngëtarët më të dashura për publikun. Me 10 këngë të saj janë bërë hite, por për të i zërit, Zoti i ka dhuruar edhe bukurinë. Sigurisht është i madh kurioziteti për jetën private të këngëtares, e cila prej 10 vitesh ka bashkëtuar me një biznesmen të njohur në Kosovë, i cili vinte nga një divorc. Gjatë një interviste të dhënë disa kohë më parë, Leonora Jakupi ka folur për personin që i ka rrëmbyer zemrën, duke thënë se e konsideron si bashkëshort, duke qenë se bashkëtojnë si një çift i vërtet. Për këtë fakt, ajo nuk ka postuar ende asnjë foto me të, sepse partneri i saj dëshiron të qëndrojë larg syrit të medias, prandaj në rrjetet e saj sociale nuk ka asnjë foto ose video në çift. Çifti kishte planifikuar martesën, por ceremonia u shty për arsye të paqarta. Ajo që ka dëshirë çdo femër në moshën e Leonorës është që të ketë në krahët e saj një fëmijë që t'i mbush shpirtin dhe zemrën. Se sa shumë e do këngëtarja një familje dhe një fëmijë, u pa qartë nga ndjeshmëria e saj e lartë, teksa në rolin e opinionistes shpërtheu në të qara e nuk mundi të vijojë më të fliste, kur një banore e shtëpisë foli për vështirësitë e jetës së saj. Me përgjërim, Leonora i bëri apel prindërve që mos i lëndojnë fëmijët e tyre. Kjo është një peshë e madhe për to, sepse mos harroni kurrë, ka edhe njerëz të tjerë që duan të kenë fëmijë e nuk munden. Kjo deklarat nxorri në pa një anë të ndjeshme të këngëtares, e cila dëshiron fort të ketë një fëmijë, por nuk ka mundur që ta ketë. E pyetur në një intervistë për këtë gjë, ajo tha: "Më mungon shumë një familje tradicionale, me shtëpinë plot me fëmijë. Por unë nuk kam mundur të kem fëmijë, jo se nuk kam dashur, po sepse kështu më erdhën rrethanat e jetës. Unë jam përkushtuar shumë dhe familjes, pa e kuptuar që vitet kalojnë, dhe kur ti më pas kupton se ke një zbrasti, atëherë është tepër vonë. Kjo më ka ndodhur edhe mua. Një fëmijë dëshiroj me shpirt, por ende nuk kam mundur, dhe disa gjëra është më mirë t'i lëmë në dorë të Zotit dhe të shpresojmë se ai do të na jap atë që na do zemra. Unë e di fort mirë, zemra ime dëshiron që të mbaj një fëmijë në krah."